Francesco Farioli tani është i vetmi trajner në Evropë që mbetet i pamposhtur në garat vendore në sezonin 2025-26, pas disfatës së Bayern Munich ndaj Augsburgut që mbylli serinë e tyre pa humbje. Sipas statistikave të sezonit aktual, në 19 ndeshje të Premier Ligës portugeze, skuadra e Porto nuk ka pësuar asnjë humbje, 18 fitore, 1 barazim, një ecuri e jashtëzakonshme që e vendos italianin si trajnerin e vetëm në gjithë kampionatet evropiane kryesore me një status të tillë të pacënuar deri më tani këtë sezon. Në një kohë kur skuadra si Bayern Munich mbyllën serinë e tyre pa humbje, Farioli ka ndërtuar një skuadër të fortë dhe të disiplinuar, duke treguar një stabilitet të madh në kampionat dhe duke krijuar një diferencë të dukshme me rivalet në renditje me 55 pikë, 7 më shumë se Sportingu i vendit të dytë. Trajneri 36 vjeçar ka fituar vëmendje të madhe në futbollin evropian, jo vetëm për këtë rekord, por edhe për stilin e tij të lojës dhe aftësinë për të menaxhuar skuadrën në mënyrë efikase.